Pas kësaj hapësire publicitare, rikthehemi sërish në Living Roomin e Vision Plus me këngëtarin, me artistin Mentor Haziri. Mentor, do doja ta kuptoja si arrite që të shkosh deri në MTV, atëherë ka qenë shumë e vështirë për një artist shqiptar që të bënte këtë hap. Shumë e vështirë, mendoj që ka qenë jo e vështirë, po e pa imagjinueshme. Pa imagjinueshme dhe pa mundur. Çka ndodhi ishte që MTV Exit, një kampanjë e madhe e MTV-s, e udhëhequr nga Angelina Jolie, me vullë të MTV-s erdhe në Vlorë, një koncert në Vlorë. Edhe mbaj me një me keshë imja Odeta Male, po më fëtën të mentorë të kanë arë dhe MTV tha duan të bëjnë një koncert të madhë në Vlorë. Në Bregdet, në Jug, tha duan. Tha po, më kanë kërku, tha një band, tha dhe tjetë, tha bendi Kthelu, tha duan, tha pa tjetër, tha se ju kanë po. Thash okej, do përformojnë. Kemi shkuat, ju kanë qenë dikon ofër 7.000-10.000 njerëz, më duket në plazh, full me njerëz. Edhe kemi këndu aty, e mbaj men halo atë program, atë performancë tonë, ka qenë jashtëzakonshme. Aty tani i krijova lidhjet me ta, edhe kam mbajtur në lidhjet. Unë kisha një album që po bëja anglisht, kështu për shef, edhe njëri nga producentëve aty, drejtori general të MTV-s realisht, pas disa viteve, po ja dërgoj këngën, edhe ku ja kam dërgu këngën, tha wow, tha kjo është shumë këngë e mirë, thash po, edhe po tha se dua ta shfrytëzoj për kampanjë. Edhe nuk e dija që në atë kampanjë ishte Radiohead, Placebo, Muse, e kishte shumë bende që kishin bërë për këtë kampanjë këngë të tyre. Na shoqëron ndërkohë në sfond kjo këngë. Kjo këngë edhe teksa i dëgjojmë historinë e saj. Edhe në thash okej, tha provo tha bëjë një videoklip, ta shohim ç'po del. Unë e kam bërë një videoklip me regjisorin Yll Shtake, kemi një regjisor të jashtëzakonshëm në Kosovë, është shumë i talentuar, edhe doli kjo video kështu me një story të jashtëzakonshme, një vajzë e cila ik nga situata e trafikimit, edhe tha this is it, edhe më shkur e kom pa vetin everywhere. Domethënë, ka qenë kampanja e cila është sponsoruar shumë nga MTV-a, quajtur MTV Exit, kundër trafikimit të qenieve njerëzore. So jo që kam qenë unë i famshëm që të delja në MTV, po shkaku i kampanjës ajo u shty shumë dhe u promovua në gjithë botën. Ishte kënga e duhur në momentin e duhur, sepse ishte një fushat e tillë sensibilizimi dhe u përzgjodh pikërisht kjo këngë dhe pati atë sukses. Gjithë me që atëherë televizioni ka qenë më, nuk ka pas as YouTube, as asgjë. Sa doli YouTube, në fakt doli YouTube, i kishte vetëm 2 vite që doli YouTube, edhe ishte televizioni, ishte MTV-a gjithka, edhe mish nga Anglia, nga Amerika, thonin, ej, a je ti, thash po, më qanë një fotografi. Që ka qenë këgja një ndjenje veçantë, për shkak se shkruan të atë, shkruan, kjo është video e parë shqiptare e transmetuar në MTV. Edhe është një farë historie, shumë e mirë. Tani, për hatër të transmetimit të madh që u bë, u nominua në MTV Europe Music Awards në Spanjë për çmimin Best MTV Adria Act. Për veprën e këtij regionit të Adriatikut, është pas nominu në MTV Europe Music Awards në vitin 2010. Nuk ka fitu normal, po vetëm se ka qenë edhe pjesë e nominimit, patjetër që është e rëndësishme kjo gjë. Operator ka qenë vllai yt, i cili është bashkëpunëtori shumë i ngushtë në projektet e tua. Po, Fati Haziri, ai ka qenë edhe pjesë e këtij, këtu ka qenë më i ri, domethënë kështu ka ndihmuar realisht logjistikisht në këtë videoklip. Por videoklipet tani që i bëjë dhe që i kanë bërë gjatë viteve të kaluara, gjithmonë kanë qenë të gjiruara nga Fati, është një kameraman profesionist edhe kupton shumë mirë. Nuk e zgjedh vetëm sepse është vllai. Jo, unë jam shumë jam kështu ekstrem sa i përket edhe nuk bëj kompromis dot me rezultatin e një pune, është shumë kreativ, din komplet se çfarë dua gjatë xhirimeve të videoklipit. Se dallon shumë, njerëz mendojnë që është shumë thjesht, por nuk është shumë thjesht. Duhet dish të bësh një videoklip i cili ka zhanrin pop, një videoklip i cili ka zhanrin rock dhe një që ka zhanrin folk. Dallon shumë. Patjetër. 2 vëllezër artist. Njëri është operator, profesionist dhe tjetrin e kemi përballë në këtë bisedë, edhe e njohim të gjithë. Tani do të bëj atë pyetjen që ta bën mamaja jote, që ta bën gjithë fisi. A ka një person të veçantë në zemrën tënde, në jetën tënde? Pak a shumë, ja kom dhënë fjalën edhe nanës që këtë vit do të bëj diçka, do të mundohem maksimalisht që t'ja plotësoj dëshirën. Po mundohem shumë. Po mundohem që ta haroj. Po mundohem që ta takoj, mentor. Që mundohem që ta takoj, kështu që këtë vit besoj që do ndërtoj një kështu nga Lloçi, si Adami dhe Eva, si thuan. Po pse është e vështirë për ta gjetur? Po jo e vështirë se është, po që thonë, sa më shumë që të bësh vite, kërkon më shumë nga një person, kërkon disa vlera cilat, edhe pse
e kam shumë mikun e dalë me të edhe pi kafe në vazhdimësi është neuropsikiatri njohur Jusuf Ulaj. Bile videoklipin Vajza e Vuthajve kam xhiruar tek ai në Vuthaj, në një vend jashtëzakonisht magjik në Malsi, edhe flisnin kështu tash, edhe nana po më thotë, mentor hajde më, komand duhet martohesh, mentor tha tash mbyllen njërin sy. Do ta mbylli njërin sy. Diçka ka ditur. Përderisa e ka dhënë këtë këshill. Absolutisht. Kështu që do e mbylli njërin sy dhe kismet në intervistën e ardhshme do vi me zonjen. Me bashkëshorten. Pa. Me zonjushën falë se zonjen. Po ke ndonjë ide, vizualizon se kush mund të jetë, si mund të jetë? Se di jam të e kam pikturu kështu në vetën time dhe jam të ka avnu botoksin ato gjërat. Po bëj shaka, pa botoks pas një gjë. Se në gjëra të cilat e shtrembërojnë femrën. Kështu që po në plan është definitivisht. A ke ti ndonjë peng në këto punët e zemrës, mentor? Peng nuk do kisha thënë, sepse pojnë tash që peng. Ndonjë histori që të kam betur në mendje? Nuk di, kanë qenë më shumë aventura, po të them, flasë kështu me letra hapën, edhe kjo puna kur të kesh aventura, ne themi në kështu në gjuhën letrare më shumë dashuriçka, janë këto pak dhe të lasdrojnë, të bëjnë spoiled, të lasdrojnë si personalitet, edhe kjo më duket që ka qenë pjesë e këtij rrugtimi tim, cilin nuk është që e kam shumë qef, po sido që tjetë peng nuk është që më kam e diçka, prandaj po kërkoj atë sublimen tani, atë uniken, autentiken. Unë uroj që të vi sa më shpejt, edhe të lumturoj jetën tënde, të nënës, dhe të gjithë të dashurve të tu. Por në karrierë, a ke ndonjë peng? A do të kishe bërë diçka ndryshe? Nuk kam më mendoj që prandaj unë kam zgjedhur një rrugë e cila e ka dhe artin në një anë edhe mundohem edhe pjesën financuese që të jetoj nga ky profesion, edhe pse është shumë e vështirë që të jetosh nga ky profesion nëse vetëm pak provon ta promovosh kulturën shqiptare bashkëkohore në këtë rast, muzikën moderne, sepse është bërë një biznesin dytë në industrinë muzikore, ku njerëz dhe këtu tek ne e bën një këngë, ha, kam edhe kjo, a do të shitet kjo, me njëherë janë, se shoqënia jonë është bërë shoqëni materialiste. Dhe kjo më dhem se nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë gjithçka parja, leku. Kjo na ka dëmtu neve shumë si shoqëri. Kjo na ka dëmtu edhe na ka lasdru si shoqëri, edhe ka si rezultati kësaj njerëz janë ftohtë në marrëdhëniet e tyre me familjet, me shoqërinë, me gjithçka. I njëjti fenomen është bërë edhe në muzikë, ku gjithçka mendohet që është biznes. Muzika nuk është biznes gjithçka. Unë kam qef që po, mirë do ishte që të jetoja 100% për muzikës, po s'është e mundur, pse sepse unë zgjedh që të bëj edhe art, zgjedh që të lë edhe histori për nipërit dhe mbesat që do të vinë, që në të ardhmen thonë, ua çfarë këngë ka bërë mentori, njëjtë sikur ç'bëri Çes Gzadeja apo siç bëri Charlie Chaplin apo tjetri. Domthonë këtu shpënjeta një artisti që të identifikohet me atë që bën. Jo vetëm që të bëj një këngë e cila do e bëj sot, do i fitoj ca lekë dhe harrohet mas 2 javë gjysmë. Mentor, çfarë të duhet të bësh tjetër përveç muzikës? Sepse kuptoj që me muzikën, vetëm me muzikën nuk mund të jetosh. Se di, më shumë njerëz ma bajnë, bile kisha disa kusherin që nuk i njëja, po që nuk rri shumë me ta dhe ma bënin, mentor, po ti du të bësh diçka me shumë se sa muzika, se mënyra, se s'flete, mendoni që të futesh edhe në politikë, I'm like, se di, jo nuk isha fut këtë politikë, se politika mendoj që, isha fut politikë që pëse kisha dasht me kontribu diçka për vendin, për komunitetin, për njerëzit me cilë tjetoj, po jo sa për të folje, sa për të bërë analistë, sa për të zhvillu, me u kacafyt në debate, me roka gjokësa të ndryshëm që i kemi në për televizionet tona, sidomos në Kosovë, që është një falloj helmi mediatik në dark, ku çdo televizion atje tek ne ka debate politike dhe e helmojnë totalisht shoqërinë tonë. Kështu që njerëz mendojnë që mentor si peng neve po na mbetet pse kysh në politikë, sepse po fleti artikuluar e bla bla bla, më thonë jo, nuk do thotë që unë pse flas të kyçem në politikë, sepse politikë patjetër se duhet zhytesh, duhet të shkosh me dikë. Po një ofertë konkrete e ke patur për të hyrë në politikë? Kam pas kogja oferta. Kam pas shumë oferta, po soi përmeni, po
Edhe këtu, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Interesante, edhe në Shqipëri, jo vetëm në Kosovë. Po. Por jo, nuk e kam zgjedhur, kam qef që të kontribuaj njerëz. A ka në mes dikun ai mes? Si do që tjetë, po pse jo, mendoj që edhe këngëtarë do të flasin për politikën, nuk do të thotë që më ngjyros politikisht, po mendoj që do të flasin për politikën. Pse jo? A do të flasim edhe për politikën? Patjetër, artistët, këngëtarët duhet ta përdorin fuqinë dhe autoritetin që kanë dhe duhet të mbajnë qëndrimet e tyre dhe duhet ta thonë fjalën e tyre. Kjo bisedë ishte goxha me nota optimiste në përgjithësi, në një moment aty këtu që kishte ngarkesë emocionale, siç është lufta në Kosovë që ka mbart ngjarje shumë të rënda, jo vetëm për ty, familjen, por për të gjithë Kosovën. A ke përjetuar ti një moment që ka qenë i vështirë në jetën tënde? Kemi pas momente të vështira në jetën e absolutisht, se njeri nuk ka që vetëm momente të lumtura, se është interesant. Po si thash, për mu momente më të vështira kanë qenë momente të luftës, për shkak se e periudhë ka qenë për gjithë. Se disi sartë vinë këtu nga Kosova, flasin gjithmonë për luftën, po. Se po e përjetove luftën, gjithmonë ka me met një njollë e zezë në historinë e mendjes atij personi. Prandaj edhe tek unë ka qenë këgja një njollë, një traum në atë kohë, sepse unë kam qenë i ri, po të gjithë kemi përjetuar keq, sidomos kur ta përjetosh nga një armik i cili ka qëllimin për ta shfarosur totalisht një popull, çfarë kanë qenë serbët. Këtu më bën përshtypje këtu, unë shoh edhe sot kjo ndarja Kosovë-Shqipëri që po bëhet si në rrjetet sociale si gjithka, është një lloj fatkeqësie që po ndodh, sepse në Shqipëri duhet flitet më shumë për Kosovën, për shqiptarët e Kosovës, mos themi për kosovarët se gjithë shqiptarë jemi, dhe duhet ju tregohet historia e Kosovës se çka ka ndodhur atje, nuk duhet amnistohet gjithçka çfarë kanë bërë serbët ndaj shqiptarëve të Kosovës, se për fat të mirë ne ishim aty, ne i luftuam, na ndihmoi edhe NATO, edhe larguam nga aty. Se po të vini në Shqipëri, do ishte një fatkeqësi tjetër, po ti kishin njohur krimet e serbëve dhe çfarë janë gjendja ata t'i bëjnë shqiptarëve. Ka një urrëtie patologjike ndaj neve. Kjo lind me kurrikullën e një akademiku, një kryeqetniku quajtur Çubrilović, i cili pas luftës botërore, mas luftës përpara nuk di shkru një kurrikull, një guid, ku është dikon me 18 faqe, ku tregon saktësisht me pika se si duhet të shfarosën shqiptarët e Kosovës. Që t'ja hupin identitetin tyre, t'i varfrojmë, po i vetmi sen që ata ju kthy bumerang ishte që thonin që s'është realizuar realisht ai plan totalisht, sepse shqiptarët po lindin shumë fëmijë në Kosovë. Dhe më thonë, një familje është familje që i ka pas 17 fëmijë dikon. Edhe çdo familje e ka pas qëllim këtu ruajtjen e identitetit edhe natalitetit të shqiptar të Kosovës. Ku çdo familje ka ka 6 fëmijë, 8, 10, 11, dhe kjo ka qenë arma më e fuqishme që e kemi luftuar në Serbinë dhe sot jemi ku jemi. Edhe kemi rujt gjuhën e gjithçka që kemi. Meqense i ke patur disa propozime për të përfshirë në politik, nëse mund ta themi thjesht, cilat janë ato vendime politike me të cilat nuk je dakord? Ka shumë vendime politike, unë për shembull nuk pajtohem shumë çka ndodh në Tiranë, nuk pajtohem shumë me kryeministrin Edi Rama, i cili në vazhdimsi tërthoras e këshyr me amnistu dishepullin e Miloševićit, zotin Vučić, me të cilën kanë kriju miqësi, gjatë që ndoshta e kërkon edhe Bashkimi Evropian, po sido që tjetë edhe ne jemi për fqinjësi të mirë, edhe Kosova është për fqinjësi të mirë, po në momentin kur Serbia reflekton edhe i pranon krimet që i ka bërë në Kosovë, edhe i kthen të gjitha ato vepra historike që i ka vjedh, edhe që i kthen të gjitha ato vlera monetare që e ka vjedh Kosovës, dhe që i pranon krimet për cilat i ka bërë, edhe i kthen terroristët cilët kanë vrarë njerëz civil të pafajshëm në Kosovë. Pse jo, dhe na atëherë do të kishëm reflektuar dhe kishëm shfrytzuar rastin për një fqinjësi të mirë me serbët, po jo nga Tirana të flasun e më Vučićin për Kosovën, pa i ditë problemet për brenda se çka po ndodh. Kështu që kjo jam kritik ndaj kësaj qasje, jam kritik ndaj qasjes së një këngëtari që vjen këndon në Korçë, si Goran Bregović për shembull, që s'kam kundër muzikës, unë absolutisht, po sikur të kishte ardhur një këngëtar tjetër, normal, s'kisha pas asgjë kundër, po unë kam kundër ndaj atij këngëtari për shkak se ai ka një këngë e cila quhet Kalashnikov, edhe është këngë e cila çetnikët e kanë përdorur gjatë luftës në Kosovë për të vrarë shqiptarët. E ke fjalën për Goran Bregović? Goran Bregović, jo për të tjerët, edhe në vitin 2005 më duket vjen Goran Bregović në Tiranë dhe zoti Edi Rama i jep çelësin e qytetit, ku unë e di që familjeve
dëshmorëve në Kosovë, për shembull familja Jasharaj nuk i është dhënë çelësi si qytetit tënde. Do thjesht ne duhet ke mbajtur qëndrimin tënd, ke qenë kundër, ke dalë kundër. Po, ne kam qenë kundër këtij, nuk kam qenë kundër muzikës, mendoj që muzika duhet i bashkojë njerëzit. Po jo për shembull një këngëtar i cili këndon muzikën tradicionale serbe, me ritme qetnike dhe me një këngë cilën qetnikët e kanë kënduar gjatë luftës në Kosovë. Këto janë drejtit e mire, por ndryshe shpresoj që në të ardhmen Kosova dhe Shqipëria kanë me bashkëpunu më shumë dhe shpresoj që Shqipëria do të reflektojë më shumë sa i përket Kosovës. Do të jetë gjithmonë e mburoja dhe mbrojtja e Kosovës. Se në fakt deri tani nuk është që kemi pas historikisht Shqipëri në anën tonë më të mirë. Po flasim 1912 kur është bërë pavarësia e Shqipërisë, është kthyer territori i Kosovës. Ne festojmë pavarësinë në Shqipëri, po ndalesh me menu në aktualitet, në atë kohë është shkëput Kosova dhe Serbia ka marrë Kosovën në 1912. Tani, kemi kampionatin futbolistik që bëmat për U21. E kemi për shembull që Shqipëria dhe Serbia kanë bërë bashkë. Kurse Kosova, në këtë rast pa e pyet Kosovën, këtë rast Kosova e ka lojrat olimpike në vitin 2030 dhe i ka bërë me Shqipërinë. Do të thënë që janë këto paradokse që po ndodhin, tash nuk di janë për me ju tregu Evropës që ne jemi duke bashkëpunuar dhe do të hyjmë Bashkimin Evropian së shpejti. Shpresoj që të jetë kjo, edhe shpresoj që Shqipëria dhe Kosova të hyjnë në Bashkimin Evropian. Mirë, po duhet ta dimë që është një regjim i cili në Serbi është një regjim i cili udhëhiqet nga ish zëdhënësi i Slobodan Miloševićit që është Aleksandar Vučić. Edhe mund ta bëjmë kat këtu. Jo, as pak, por ajo që isha duke menduar është që uroj të jesh gjithmonë i gatshëm për të mbajtur qëndrimet dhe ti thuash mendimet e tua dhe ta mendosh edhe një herë seriozisht për fshirjen tënde në politik. Kështu ma thonë gjithë kur të fillojmë debatet, poenta ime është unë jam shumë i hapur, unë jam kritik nga ndaj gjithëve që bëjnë, s'po them gabime, po që bëjnë kësi lapsuzat vogël politik. Unë i them lapsuzat vogël politik, sepse shumica tek ne unë mendoj që një fenomen i cili ka dëmtuar më shumë të shoqërinë shqiptare është bajraktarizmi. Unë. Edhe serbët e kanë pas një shprehje të kaluar në thënë albanci su jasamja. Domethënë shqiptarët janë unë. Edhe kjo neve na ka dëmtuar më shumë ti. Unë e vrej këtë fenomen edhe në politikën kosovare edhe shqiptare, shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, që unë dua të jem unë. Unë duhet të jem Ismail Qemali, unë duhet të jem filane, kupton ti? E këto na kanë dëmtuar. Ne duhet të ecim bashkë si shoqëri. Vetëm atëherë ku ka teamwork, ku ka punë kolektive, suksesi një shoqërie është mesi i artë apo sweet spot, quhet në politikologjia, apo në sociologjin politike. Kështu që bashkë. Që më duket se po thellohesh edhe në studimet të tilla dhe kur këto gjëra të ngarkojnë e të mërzisin kaq shumë, ajo që unë mes rreshtash kuptova është se ti e bën një udhëtim dhe eksplorimi i botës është një ndër pasionet e tua të mëdha. Absolutisht. Udhëtimi të kthen 10 deri në 15 vite përpara, domethënë të bën të ri, edhe të qetëson psikologjikisht për shkak se sheh kultura tjera edhe vjen në vendin tënd dhe reflekton. Momentin që reflekton, je ai person i cili i bën matjet më së miri në botë. E tek ne, fatkeqësisht, shoqëria jon dalin dhe punojnë jashtë, nuk dalin për të eksploruar, për të parë Koloseumin në Rom, për të parë Louvrin në Paris, apo për të parë formulën e atomit në Belgjik. Ku dua dal me këtë është që shumica njerëzve shkojnë edhe thonë na isha aty dhe isha me një klub të shqiptarëve u kënaqa. Shumë mirë, edhe unë shkoj në klube shqiptare, për shembull shkoj në Londër një klub ku bëhet shumë mirë në Queen's Arms për shembull, dhe ka babai Rita Orës bashkë me Buzën, një mik që është një farë lloj ambasade vogël ku ka muzikë rock. Imagjino në Londër bëhet muzikë rock në një vend, unë shkoj vazhdimisht. Por kur shkoj në Londër, unë shkoj edhe te Buckingham Palace, shkoj edhe te O2 Arena, shkoj e shoh një lojë futbolli, se gjitha këto na pasurojnë mendjen edhe na inspirojnë që të kthehemi në vendin tonë, të punojmë dhe ta bëjmë si Londrën. Dhe pasi ke parë gjithë botën, cili është qyteti shqiptar më i bukur? Ferizaj. Bukur shumë. Jam shumë e lumtur që pata mundësinë e kësaj bisede të njihnim 360 gradë, jo vetëm artistkin, por edhe njeriun. Faleminderit shumë e çmoj edhe
Unë pëndajmë shumë i knaqër, falenderit që eksplorove më shumë nga ana ime edhe shpresoj që të kthehemi prapë, ndoshta... Me knajsin më të madhe, ndoshta çift të thoje? Ndoshta çift, ndoshta edhe me mikeshat e mia me këngëtarët, pse jo? Tjetër, do t'isha i lumtur të mirëprisja, faleminderit që ndave me ne dhe ato që janë planet e tua të afërta me këngëtarët më të mira shqiptare. Tani do ta mbyllim pak me atmosferë, të dëgjojmë edhe një herë këngën e bukur, Lun Kuqe. Faleminderit shumë mentor, ishte shumë kënaqësi. Dashnia ime në dritë në hije, si lule kuqe në zemër. Ti më godite si frym lumtunie. Dashnia ime në dritë në hije, si lule kuqe në zemër më bie. Ti më godite si frym lumtunie. Yes! Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë e Living Room. Mirupafshim.